Nata është koha kur mendja flet më fort se realiteti, kur zhurmat duken më të afërta dhe heshtja më e rëndë. Në këto momente, njeriu fillon të ndjejë se nuk është vetëm, jo sepse dikush është aty, por sepse truri nuk e duron. Për shekuj me radhë, njerëzit i kanë dhënë emër kësaj ndjesie. E kanë quajtur gjin, e pranishme, por e padukshme për syrin njerëzor. Por a është kjo prani reale, apo është mënyra se si truri përpiqet të kuptoj frikën? Shkenca nuk flet me legjenda, ajo flet me prova, me përvoja që përsëriten, me mekanizma që nuk varen nga besimi. Ky dokumentar nuk ka për qëllim të mohoj, as të fliksoj. Ai ka për qëllim të kuptoj, sepse ndonjëherë ajo që ne e quajmë gjin është thjesht mendja jonë, duke u përballur me të panjohurën.